Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Merr fund meraku i pensionistëve, qeveria jep bonus për fund vit. Kjo është shuma. Qeveria hap thesin, bonus rekord për pensionistët në fund të vitit, trefishohen fondet. Qeveria ka vendosur të jap një bonus rekord për pensionistët shqiptar në fund të këtij viti. Me rishikimin e fundit të buxhetit të shtetit, fondi për shpërblimin e fundvitit është rritur nga 37.5 milion euro në plot 97 milion euro, një shumë që pritet të shpërndahet në rreth 756.000 pensionistë në të gjithë vendin. Në dokumentin zyrtar thuhet se kjo rritje vjen për të përmirësuar jetesën e shtresës më të ndjeshme të shoqërisë, duke shtuar ndjeshëm mbështetjen financiare për ta në prag të festave. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët ka shënuar një rritje të frekuencës dhe të masës së përfitimeve, duke krijuar siguri në pritshmërinë e kësaj kategorie, thuhet në relacionin e Ministrisë së Financave. Ashtu si një vit më parë, bonusi do të ndahet në mënyrë të diferencuar. Ata që marrin pension deri në 200.000 lekë të vjetra në muaj do të përfitojnë një shtesë më të madhe, ndërsa pensionistët me pensione më të larta do të marrin një bonus më të vogël. Ky është niveli më i lartë i fondit për shpërblimin e pensionistëve ndonjëherë, duke kthyer këtë të fundit në një lajm të mirë për mirat të moshuar që presin ndihmë ekonomike, kjo në prag edhe të festave. Me rishikimin e fundit të buxhetit të shtetit, qeveria ka vendosur që të rrisë fondet për shpërblimin e fundvitit për pensionistët. Nga 37 milion euro që ishte parashikuar fondi për shpërblimin e fundvitit në buxhetin fillestar, vlera është rritur në 97 milion euro. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët, i cili në vijim ka shënuar një rritje të frekuencës si një trend në rritje në masën e përfitimeve, ka gjithmonë në fokus përmirësimin e nivelit të plotësimit të nevojave të kategorisë vulnerabël të pensionistëve, duke krijuar një siguri në pritshmërinë e kësaj shtrese që rreth 756.000 pensionistë krahas një besimi të shtuar të tyre për një qasje të vëmendshme dhe të suportueshme nga ana e qeverisë, thot relacioni. Bonusi i fundit edhe për këtë vit pritet të jetë i ndarë. Pensionistët që marrin deri në 200.000 lekë të vjetra në muaj do të marrin më shumë, dhe kështu kush merr vlera më të larta të pensionit do të marrë gjithashtu edhe bonusin më të ulët. Kjo është një shtysës shumë e mirë edhe për të rritur gjithashtu të ardhurat e këtyre personave. Bonusi i fundvitit që të moshuarit dhe kategoritë e tjera përfituese do të marrin do të jetë më tepër se 5.000 lekë. Me qeverinë që trefishoi fondit për shpërblimin e fundvitit, pritet që të përdoret të njëjta formulë si gjatë vitit 2024 dhe shpërndarja e tij. Kështu nga 15.000 lekë shpërblim do të përfitojnë mbi 515.000 individ që marrin pensione deri në 200.000 lekë. Pjesa tjetër që marrin mbi 20.000 lekë do të përfitojnë 100.000 lekë shtesë të vjetra. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët mund të jetë gjithashtu si një kërkesë në rritje për ndryshimin e të ardhurave të tyre. Ndërkohë, brenda vitit 2029, pensioni minimal pritet të dyfishohet, nga rreth 10.000 lekë aktualisht. Pagesa mujore për të moshuarit dhe kategoritë e treta përfituese të pensioneve do të jetë së paku 200.000 lekë të vjetra. Qeveria synon gjithashtu që në 4 vitet e fundit të ardhshme të dyfishohen edhe pensionet mesatare. Nga rreth 200 euro aktualisht, ai pritet të bëhet të paktën 400 euro. A do të ketë kjo një ndryshim rrënjësor edhe në fazën e të ardhurave të pensionistëve, apo duhen më shumë pensionet që të rriten? Komentoni ju mendimin tuaj. Pensionistët thuhet se do të marrin një bonus më të lartë për fundin e vitit. Përmes një akti normativ, qeveria ka ndryshuar buxhetin e shtetit, ku fondi dedikuar për bonusin e fundvitit do të jetë 5.9 miliard lekë ose 59 milion euro. Referuar relacionit, ky ndryshim bëhet nisur nga realizimi i pritshmërive të kontributeve për vitin 2025, të cilat rezultojnë në me tejkalim, si dhe me qëllime për të përmirësuar nivelin e plotësimit të nevojave të pensionistëve dhe adresimin e problematikave ekonomike me të cilat kjo kategori e shoqërisë përballet. Shpërblimi i fundvitit për 756.000 pensionistë, i cili në vijim ka shënuar një rritje të frekuencës si dhe një trend rritjes të masës së përfitimeve, ka gjithmonë fokusin në përmirësimin e nivelit të plotësimit të nevojave të kësaj kategorie.
Nga ana tjetër, shpenzimet kapitale me financim të brendshëm shtohen me 7.97 miliard lek, nga të cilat rreth 6 miliard lek shtohen si shtresë në avancionin e projekteve të ndryshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Konkretisht, 2.4 miliard në transportet rrugore për projektet me performancë të mirë, për të cilat avancohet financimi nga viti 2026, duke krijuar hapësirë në ato vite për projektet e reja, si ndërtimi i rrugëve lidhëse Tiranë-Elbasan dhe Korridori 8, arretimi, rikualifikimi urban, superstrada Tiranë-Durrës, faza 1-3, ndërtimi rruga Kashar-Nyja Vaçarit, faza 3, spostimi i linjave të tensionit të lartë në aksin Korridori 8. Në programin e transportit ajror, 3 miliard lek do të shkojnë për mbështetjen e Alp Kontrollit në formën e transparencës kapitale, për shkak të vështirësive të funksionit pas bllokimit të llogarive. Në programin mbështetje për energjinë, 203 milion lek shkojnë për mbylljen e detyrimeve të disa institucioneve dhe në programin e transportit hekurrullor, 364 milion lek për vitin 2025 për zbatimin e projekteve të linjës hekurrullore, terminali transportit publik, stacioni trenit Tiranë, kilometri 4, si zgjatimi i linjës Durrës-Tiranë me vlerë totale 1.8 miliard lek. Në programe të tjera rreth 50 milion lek për programin e mbështetjes për industrinë dhe mbështetjen e burimeve natyrore. Ndryshimet në buxhet janë bërë si rrjedhojë ndryshimeve të kabinetit qeveritar dhe rialokimin e fondeve për institucionet që kanë qenë të pambuluara si dhe performancat më të mira në të ardhurat në 9 mujor. Gjithashtu, a jeni të mendimit se këto janë shtesat e vetme të cilat duhet i bëhen pensionistëve, apo duhet të ndryshohet e gjithë mënyra e financimit të pensioneve? Cila është mënyra më e mirë sipas jush e cila do të japë rezultate më të mira edhe në rritjen e të ardhurave për pensionistët? Tregoni se cili është pensioni që ju merrni dhe arrini të përballoni dot shpenzimet mujore me ato të ardhurat që keni, apo duhet të ndryshohet rrënjësisht? A keni qenë taksapagues të rregullt të siguracioneve tuaja ose punëdhënësi juaj ju ka paguar siguracionet? Nëse keni pasur gjithashtu edhe vite të pa hedhura në pensionet tuaja, cili ka qenë ndryshimi që ju ka bërë që të merrni më pak? Cili është pensioni që ju tashmë jeni duke e marrë dhe a ka ndikim të drejtë për drejtë ai edhe në mirëqenien tuaj? A ja dilni dot me pensionin që keni dhe a vareni gjithashtu edhe nga remitancat e emigrantëve? Nëse fëmijët tuaj ju ndihmojnë në fund të vitit, a e keni më të lehtë të përballoni shpenzimet ose i përballoni shpenzimet edhe pa të dhënat e të ardhurave të tyre? Lini komentin tuaj në këtë video për të parë më shumë se çfarë ndodh edhe me pensionet në realitet.